Qodite vo koalicie со ВМРО po izbori? Unë ju thash, mos mi nxirrni fjalët nga goja. Ne do të shkojmë në koalicion me atë subjekt politik i cili e pranon programin e Aleancës për Shqiptarët dhe pozicione komode as se kam ndërmend t'i krijoj asnjë subjekti politik në blokun politik Македонец. Jam I qartë? Не сте ми ясен, затоа што знаете што ќе дојде ВМРО на масата со истите ставови за кои што ја сега ве прашувам. Во кампањата тие ќе велат, ако имаме 2/3 ќе го промениме през Панскиот договор. Тоа што Бугарија го бара од нас е неприфатливо. Треба да го смениме законот за јазици во согласно со препораките на Венецијанската комисија. Edhe unë ju përgjigja. As nuk mund ta çoj mendjen dikush, të vite unë dhe më kërkoj mua që ndryshoj ligjin për gjuhën. Dhe jemi përgjigjur në disa raste. Ligji për përdorimin e gjuhës veç mund psoj avancим, dhe nuk mund ketë kthim mbrapa. Така и Мицкоски ќе ви настапи. Ќе каже зошто вие барате од мене, јас да имам друг однос кон Преспанскиот договор или кон договорот со Бугарија. Atëherë derën do ta ketë mbyllur, Vasko. Добро, или неговата вам, или вие за него ќе затворите. Në qoftë se do merrnim ne mandat, ne do duhet të vrapojmë dyrve për të kërkuar partner koalicioni për të bërë shumicë. Po mandatin nuk do e marrim ne, se jemi të vetëdijshëm që s'do marrim 50 deputetë, apo. Por nga ana tjetër, ne ndryshojmë nga tjerët, nga politika shqiptare deri tani që vrapon mbas atij që merr mandatin për të bërë qeveri. S'kemi ndërmend ne të vrapojmë pas atij që do të fitoj zgjedhjet, ta përfundoj idenë. A ne po do të fitojmë zgjedhjet e shqiptarët dhe dini ku do vrapojmë? Ta aktivizojmë tryezën e përbashkët partive politike parlamentare shqiptare. Për ndërtuar qëndrim, për ta bërë të realizueshëm programin politik dhe ta ndalim apatin që e nisën fillim të qytetarëve shqiptarë këtu në Maqedoni.